Ngjarjet e mëdha të drejtësisë që kanë pasur përballë politikën në 35 vite demokraci ndjekin pothuajse të njëjtin skenar. Në momentin që Çekiçi i gjyqtarit godet dhe zhurmon kundër aktorëve të fuqishëm politik, kjo e fundit kalon në histeri. Vendime të nxituara, deklarata të pakuptueshme publikisht, reagime që duken absurde e pse jo, edhe dyshime për marrëveshje të heshtura mes aktorëve politik, ku qëllimi është gjithmonë i njëjtë, të shpëtojnë veten. Qytetarët e kuptojnë çfarë po ndodh, por mbeten të pafuqishëm përballë vendimeve politike, po aq sa shpesh duken të pafuqishëm edhe vetë gjyqtarët. Debatet e fundit mes qeverisë dhe sistemit të drejtësisë, sidomos për çështjen e pagave, nuk janë thjesht financiare. Ato ekspozojnë e përsinë njërës palë mbi tjetrën dhe përplasjet e hapura të pushteteve. Por cili është mekanizmi më i shpejt për kuptuar se ku po shkon kjo histori? Jo thjesht nga kurreshtja politike që na karakterizon si shoqëri, por për të lexuar drejt dhe fatin e rrugëtimit ton drejt familjes evropiane. Zgjidhja është e thjeshtë. Shohim çfarë mendojnë ndërkombëtarët, dy miqtan të kahershëm, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përvajësia në vendin tonë asaj që ne e quajmë familja jonë ardhshme, reagoi e para pas interesimit të medias, ku u pyet për deklaratat e kryeministrit Edi Rama, i cili u shpreh se kuvendi nuk ka asnjë ngutë për të trajtuar kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku, një kërkesë që ndodhet në kuvend prej 16 dhjetorit. Është përgjegjësia e Parlamentit të Shqipërisë që do të trajtojë pavonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Lufta efektive kundër korrupsionit është një rëndësi thelbësore për përparimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE. Gjë që është edhe pritshmëria e qytetarëve të saj. Sinjali i dytë erdhi vetëm një ditë më pas, por këtë herë me një ton më të matur, një reagim që ndryshe nga i Brukselit lë më shumë hapësirë për interpretim politik. Reagoi ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një aktor që historikisht ka pasur jo vetëm interes, por dhe ndikim të drejt për drejt në reformimin e drejtësisë shqiptare. Ambasada amerikane nuk përmend emra, nuk hyn në detaje dhe nuk merr rol gjykatësi, por mesazhi është i qartë për çdo që ditë lexoj diplomacinë. Pavarësia e institucioneve të drejtësisë nuk është çështje retorike, por kusht bashkëpunimi. Pavarësia e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri mbetet thelbësore për bashkëpunimin e vazhdueshëm mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Dhe pikërisht këtu mes rreshtave qëndron pyetja që askush nuk e thot hapur. Apo testohet sot jo vetëm drejtësia shqiptare, por dhe vullneti politik për ta lënë ato të veprojë pa ndërhyrje? Ta nisim së bashku bisedën, si mik për herë të parë në këtë panel. Kjo barazi 4-4. Që live, sa online kemi qenë. Live, online kemi qenë. Është një, le të themi, një vendim juridik, apo maskohet diçka politike pas kësaj? Unë besoj se shkon përtej vendimit juridik, duke marrë në konsiderat të kohën e të zgjatur të vendimarrjes, duke parë trysnit politike, diplomatike, të pandehur grupeve, të çdo gjëje të mundshme që kishte një shtek për të ushtruar akses në këtë vendimarrje. E gjitha kjo ka pasur, le të themi, nëse marrim konsiderat informacionet tona, vendimi 4-4 ka ardhur në momentet e fundit, le të themi në kohë shtesë, një lloj penaltie për të shkuar te ky rezultat, pasi nga 6-2 në 5-3 deri në një raport në favor të kujt? Në favor të qeverisë. Favor të qeverisë. Të kërkuesit, kryeministit, le të themi, dhe pastaj besoj forcat e natyrës kanë shkaktuar një shkarkesë atmosferike që u mbrit te 4-4. Do kishim qenë tek 5-3, se kjo ishte interesi. Kur dëgjoj që thonë intereson të Ramës 4-4, Ramës intereson të 5-6-2, a ka mundësi 8-0 në favor të tij. Nuk e ul pak tensionin publik, për shembull të akuzave që mund t'i bëjnë kryeministit për një kontroll të kushtetueses, nëse do të ishte një vendim 5-3 në favor të tij, ndoshta neutralizon dhe amortizon 4-4. Ka diçka. Un kam gjykata kushtetuese, le të themi, në çdo vend shoh që ai ka e mendimit juridike dhe përvojës e gjyqësor, në gjykatat supreme të vendeve demokratike, janë burra dhe gra që kanë gjurmë në lëmen juridik dhe në karrierën e tyre. Këtu ne kemi 3 gjyqtarë, njëri prej cilëve përbuar me gjatë është 11 vjet, të tjerët janë 4-5, 7 të tjerë s'kan lidhje, dhe nga të gjithë trupa, asnjëri prej tyre nuk është specializuar për drejt kushtetuese. Dhe këta do të interpretojnë kushtetutën. Dhe përtej kësaj, kam marrë 7-8 raste, për shembull, në Itali kryetari i gjykatës kushtetuese 77 vjeç. Në Kanada, Angli, SBA 71 vjeç. 63-66 në Hollanda, Malizi, 64 Serbia. Kryetari jonë e gjykatës kushtetuese 50 vjeç, sigurisht s'ka lidhje me vendimarrje, s'ka përdorur çikiç një herë në karrierën e saj. Jo më pashme, ishte më herët. Pra, shohim që rëndësia që ne i japim asaj që duhet të jetë, le të themi, në cilësinë e vendimmarrjes në drejtësi, në
lëmin juridik, duket pak anemike. Kthehemi tek e premtja, tek Black Friday ligjor, do ta quaj, Black Friday ligjor, po. Sepse këtu ka mirë dhije me tepëri, jo me kile. Këtë dhija ishte preme për atë ditë ndoshta. Për 4-4, dhe gjithë morëm 4-4, kujt i intereson këtij, kujt i intereson ne. Unë them vendimi ishte prapë 5-3. Pse? Po nëse ishte sepse 5-3 po ekzekutohet. 4-4, pra rrëzimi i kërkesës për shkak të mosbërjes së shumicës së kërkuesit apo të palës tjetër, konsiderohet kërkesa e rrëzuar pikërisht por mos pasje shumicë në vendimmarrje, po o mori vendim. U lanë fuqi gjoja vendimi i gjykatës së posaçme për pezullimin e detyrës. Nëse merr një vendim, a duhet zbatuar vendimi? Pasoj po më një herë. Ne përdesë u marr, ne gjykatën kushtetuese do ta marrim si shenjtor të drejtësisë që do orientojnë edhe të gjithë institucionet e tjera të drejtësisë për vendimmarrjen. Po këtu, po më thuaj që balloku duket se ishte në zyrë, vazhdon në zyrë. Gjykata kushtetuese nuk duhet të jetë në zyrë. Po çfarë ka ndodhur? Tani, duke pyetur shumë miq që merren me këto punë të drejtësisë dhe ora thënë, ku fle lepuri këtu, siç pyesin këta usallarë. Ne këtu vendimin ato njoftim të bërë nga kushtetuesja na thuhet që ndryshe nga vendimet të tjera të mëparshme ku diku një rreshtat nga fundi përmend fakti se ky vendim hyn në fuqi me një herë. Po, një pjesë e mirë vendimeve kështu janë. Shumica vendimeve janë të tilla. Fjala më një herë është në xhepin e kryeministrit shofun, sepse nga dita e premte së këtij vendimi, pas u mblodhën 3 herë, 10 orë, 30 orë, a thua do kishim paqtu planetet në lëvizjen univers, dolën diku në çerek vendimi dhe këtu tani atë nuk thot hyn në fuqi. Mund ta lexoj. Po. Pikat për sa më lart, gjykata kushtetuese vendosi 1 rrëzimin e kërkesës, 2 heqjen e masës pezullimit dhe 3 ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi me botimin e vendimit në fletoren zyrtare. Atëherë, në fletoren zyrtare ka fletoren zyrtare? Ka publikim. Na del përgjigja hiç. S'është pra. Tani çfarë do të thotë? Se ka gjetur edhe kryeministri këta fjalët me hiç se përmend edhe sot. Një mendje hiç mendje si thon kinezët, sa ti i fle libri. Tu nuk kemi një botim fletor zyrtar. Vendimi nuk është fuqi. Zoja mund shkojë në zyrë. Nëse do ishte. Është pra akoma ministre. Është zyrë, është ministre. Ajo është ministre, është kryeministre. Nuk është pezulluar Belinda Balluku. Është në zyrë. Se ç'bëjnë këta dietarët e kushtetuesës. Ata kanë, avokati i di shumë më mirë se unë, kanë 30 ditë në dispozicion për të arsyetuar vendimin dhe vendimi i arsyetuar do të shkojë te gjykata kushtetuese. Okej. Pas këtyre 30 ditëve, se fillon nga Ramazani këtyra që kanë, dhe duan edhe 15 ditë ata kanë kohë ta pjekin herë, ta shkruajmë mos ta shkruajmë dhe ta votojmë. Po të mbledhim matematikën, jo si të bashkës, po nga ta matematika moderne, na dalin 45 ditë. Po, 30 dhe 15 ditë botimi. 45. Po 45 ditë ajo ka përcjell zyrë. Këtu dhe. Por çka pas kësaj? Sa kohë ka që nga kërkesa e prokurorisë edhe pezullim e kërkesës për imunitet? Në datë 15 shkurt ka mbështypjen bën 2 muaj, 15 mars bën 3 muaj, që kalon afati 15. Por kjo 45 që e kalon afatin 15. Atëherë, 15 mars. Pra kjo përpjekje është që të shkohet në publikim pasi afati për i kërkesës së strukturës së posaçme ka përfunduar dhe rrëzohet. Atëherë aty duhet edhe një kërkesë tjetër. I ka bërë si taksia të strukturës së posaçme, me gjithë respektin për qëndrueshmërinë e rresencën e tyre, sidomos në vitit fundit, pas ndryshimeve klimatike në Washington, por shoh që këtu ka një dredhi sa juridike, aq politike, që të pandehurit të fitojnë kohë dhe të mbrohen maksimalisht. Edi Rama shkurt, po mbron veten, jo Ballukun. Çollaku, faleminderit për këtë arsyetim. Kjo pjesë ishte shumë interesante. Zhdima tani do më arsyetosh pak, se janë 45 ditë cilat kalojnë dhe afatin e kërkesës së Spakut për arrestimin e Ballukut. Pra i bie që Balluku vazhdon që ndron në detyrë. Unë e shikoj pak ndryshe, nuk e shikoj si parafolës të jem realist, sepse nga aspekti ligjor duhet keni parasysh që vendimari përsa i përket pezullimit të ekzekutimit të vendimit të GKK-s, kur gjykata kushtetuese del në vendim, ajo shprehet gjithmonë që çfuqizohet, pra hiqet masa e pezullimit të aktit. Pra do të thotë që në momentin ku ata kanë dalë dhe kanë bërë dispozitimin publik, do të thotë në atë moment, sipas neni 45.5 të ligjit organik të gjykatës kushtetuese, menjëherë institucionet
marrin dieni që është i aplikueshëm vendimi i gjykatës kushtetuese. Zotëri thotë ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi me botimin e vendimit në fletoren zyrtare. Këtu marrin dieni ata nëse hyn në fuqi. Marrin dieni pra, ligjërisht. Jo. Është pjesë e vendimit kjo. Dy gjëra. Duhet keni parasysh diçka. Gjykata kushtetuese gjykon themelin, pra kërkesën e kryeministrit, dhe paralelisht ke edhe pezullimi që kërkon arsyetim të vendimit të veçantë. Në momentin kur ju e pat që u pezullua akti i GJKK-s nga gjykata kushtetuese, me njëherë me dispozitiv, me njëherë në atë vendim, avokat, në atë vendim ishte shëruar në vendimin e kushtetuesës që ky vendim hyn në fuqi me njëherë. Aty ishte kjo. Ka të detyruar. Këtu pse është me njëherë? E ka të detyruar. Po pse mungon kjo kjo? Edhe këtu e ke që thotë. Jo të vendimi kushtetuesës. Ligjërisht është në rregull. Vendimi i gjykatës kushtetuese në çdo rast jepet i arsyetuar dhe publikohet me njëherë. Po s'është publikuar pra? Jo, themeli, ndërsa eqja e publikojnë që bëza vendim të shkurtuar, po dispozitiv parë. Jo, sepse ka rregulluar vetë rregullorja e gjykatës kushtetuese dhe thotë në çdo moment të njofton ajo palët nëpërmjet faqes zyrtare të internetit dhe përmes fletores zyrtare. Fletores zyrtare s'ka marrë vendim. Ka dy lloj, edhe të mediave kombëtare. Pra përfshi dhe mediat kombëtare. E kemi të arsyetuar, pra do të thotë që ata të cilët e çfuqizuan pezullimin duhet ta dërgojnë menjëherë te GJKK-ja, te SPAK-u, te kryeministria. Pastaj jam dakord me parafolsin për diçka që mund ta interpretoj kryeministri si të dojë, përderisa ka imunitet aktualisht, ndërsa zonja Balluku është e rrezikuar nga imuniteti. Jemi realist. Kjo e publikimit, do të thënë që ka diçka që nuk shkon. Po, sepse dikush thot me shpallje, dikush thot me arsyetim si thatë ju brenda afatit 30 ditor. Jemi të dy dakord, por kemi, po duhet kemi parasysh, ju thoni me datën Valda Tavulleti instruksioneve kjo apo është detyrues? Edhe njëherë jo është detyrues afati ligjor. Po ndonjëherë ai institucion do të shkojë deri në afatin më të fundit. Vendimi është në ekstrem këtu afat. Pra, ajo jam dakord tek ju që ka risk të shkohet në 30 ditë dhe plus 15 derisa të botohet ajo, sigurisht që për sa i përket interpretimit të imunitetit, ajo mund ta mund të fitojë nga kjo procedurë. Mund të fitojë, mund të procedurë shpëton politikanë shqiptare. Të gjithë. Ishte data 6 shkurt. Po jo, dua të them edhe çka tjetër. 6 shkurt është vendimi. Shkurti është me 28 ditë. Na shkon 8 mars, 30 ditë, po 7 apo 8 mars, për të qenë korrekt. Plus festën e grave i bë dhurat. Po, fiks, domethënë po, në 8 mars. Plus 15 ditë ne shkojmë 23 mars. Afati i kërkesës së SPAK për arrestim në Ballukut mbaron në datën 16 mars. Te kalohet afati me një javë, nëse shkohet në çdo limit, në çdo tendenca kjo është. Po, limit afati. Tendenca është. Prit. Po kush është sekreti? Kush është sekreti? Gjykata kushtetuese kur doli me dispozitiv, do të shikosh diçka. Ka interpretuar imunitetin e zonjës Balluku. Nuk ka interpretuar funksionin e saj. Kompetencat po thuat. As kompetencat. Ka interpretuar kërkesa që nuk kanë bërë? Bravo. Pra do të thotë, unë si kryeministër bëj kërkesa. Unë vendos objektin. Çfuqizimi pjesërisë të vendimit të GJKK-s. Mirë. Po në përmbajtjen e kërkesës, ne nuk e dim çka ka kërkuar. Sepse sekreti është ky. Ti nuk shkon, dëgjoj, prit. Ti nuk shkon për imunitetin e saj në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese të thotë, ti më erdhe për nenin 103 paragrafi 3 mos gaboj dhe nenin 73. Dhe këta çfarë bërën gjykata kushtetuese? Veç interpretojnë nenin 103 paragrafi 3, veç interpretojnë nenin 73 të kushtetutës. Dhe thotë, imuniteti, që do të çojë te komisioni mandateve, imuniteti thotë nuk është privilegj. E kupton në të dyja raste. Dhe nuk shkon tek neni 7 që un kam thënë vazhdimisht tek ju që është kjo këtu ndarja dhe balancimi i pushteteve, se kemi 3 pushtete legislative, ekzekutive dhe gjyqësor. Pra, gjykata kushtetuese ose ka bë vet faj, ose personi që është kërkues nuk ka ditur të saktësoj çfarë kërkon të ndaj. Ore, kryeministri ka bërë qartë ka diçka. Kryeministri i nderuar nuk është jurist, është piktor tani kryeministri. Na ofendon nen shumë le ta ofendoj. Ka diçka këtu. Po këtu kam parë në debatin e Këtu sekreti. Pro kryeministrit kundër kryeministrit, unë do shoh pro ligjit
kundër ligjit. Jo, nuk është pro ligjit kundër, interpretim të ligjit në raport me të drejtën. Debati që thënë bëhet pro kryeministit kundër kryeministit. Por kryeministi nuk është shtylla e ndarjes së ligjit. Aty thotë, ky pretendim i ngritur nga njëra palë, a është në përputhje me çfarë kushtetuta thonë? Jo. Pra këtu duhet të përqendrohet. Dhe ajo sinqerisht ndjehemi keq edhe si qytetar që si është e mundur që tani që ta burrat dhe gratë gjykatës kushtetuese duhen 3 muaj për ta kuptuar. Ka të shantazhuar. Jo, një sekond, do tani do them një argument tjetër. Jo, do them një argument tjetër. Jo, nuk është kështu. Vetëm mos bësh shumë ligj. Jo, unë do të përgjigjoj të dy do bëj të dy pyetje. Para përgjigjoj të dy pyetje. Ke kërkesën e kryeministrit? Ande, më jep komentin tani. Kërkesën e kryeministrit para përgjigjjes së avokatit. Tani këtu ka, a janë të paaftë juridikisht, janë të shantazhuar apo janë të blerë? Njërën nga këto pyetje, të përgjigje, publiku ka interes ta di. I ke përgjigjet e këtyre të treja? Unë dyshoj unë po. Edhe në sociale kanë marrë konsulencën e duhur për ta shprehur vendimarrës se nga duhet të janë të shantazhuar shumë? Po. Janë të shantazhuar. Edhe të kapur. Janë të blerë? Unë dyshoj për të dyja. Edhe unë dyshoj për të besoj tek e para që ata kanë mundësi profesionale që ta marrë një vendim siç kërkohet, sepse vetë politika e ka lënë atë kleçkën hapur, litarin hapur atje. Bravo, korumin. Po vetë ka lënë ata. Korumin ta bëj. Çoj një atje bën, nëse s'ka nga shkojnë, vetëm se vdes njëri në sallë. Tani sjell na vendim këtu është sigurt që do kishim marrë një vendim të qartë. Thjesht duhet vetëm të çfarë diçka se janë shumë dokumenta që kam. Shiko tani. Rasti Meta kryeministri Rama 2021-shin. Shiko gjykata kushtetuese. Vetëm i bie shumë pa ligj. Shiko çfarë bën. Pranim pjesërisht kërkesës, pushimin e gjykimit për kërkimin për zgjidhjen e mosmarrveshjes mes kryeministit dhe presidentit. Po. Pra e pushoi këtë, por e analizoi pjesën tjetër. Po. Përse, ha? Pra interpretoi. Ishin 9 atëre? Atëre ishin duket 9. Ishte tek historia. Tani është mosh çiftja tek. Po pra, atëre, po mirë, pra, ata kanë qenë numër tek, kështu që mund të merrni vendim ata, nuk kushtesi nuk mund dilte 4-4. Po çtek tek. Pra është numër tek, Zhlima, i jepni vendim aty. Problemi është pse shkoi 4-4. Tani, po, Zhlima, edhe një tjetër lutem. Zhlima, mos në plepat 1 të gjykatës kushtetuese. Plepat 1 2006, e kupton? Po, gjykata kushtetuese thotë në atë kohë. Jepi. Duhet të interpretojmë ne në 56 të ligjit dhe thotë ne duhet të deklarojmë kompetencën apo jo. Ne duhet ta deklarojmë dhe nuk duhet ta rrezojmë. Sepse ne kemi për detyrim deklarativ. Pra, ta arsyetonte. Jo, sa arsyetimi është gjë tjetër. Në dispozitiv këtu, të jenë të qartë. Ai të qartë. Pra, kryeministri thotë këtë, gjë kërkohet thotë atë. Unë si gjykatë kushtetuese e ndaj dhe them. E drejta është te. Kë drejta është te? Kush të ta rrezoj sepse kryeministri nuk kërkon që të më çfugizoj vendimin e GKK-s. Pse e bën kështu? Pse e bën kështu? Pra pse nuk e ndau Zhlima? Mos ma shpjegoj më. No, ta tha. Pika 1 2 3. Ma thuaj. Të bler në presion edhe të paf. Okej, u krye. Zhlima, faleminderit Zhlima. Zhlima, faleminderit. Çollaku. Ka pasur 2 reagime. Po. Me kërkesë të medias janë përgjigjur Komisioni Evropian dhe ambasadave Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Po nis me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që thon, pavarësia e drejtësisë është një kusht, domethënë është thelbësor në marrëdhëniet bashkëpunuese midis Shtetit të Bashkuara dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Dhe është tipikisht për çështjen Balluku thonë që nuk trajtojmë çështjet të cilat janë procesi i gjuhë. Kanë slogan gjithë ambasadat. Si ma lexon këtë? Shumë diplomatike, e ka mesazhin brenda apo është pa mesazh fare? Unë besoj që kjo është një kujtesë në adresë të mazhorancës të kuvendit që kërkesat gjithë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, gjithë fokus, pavarësisht zigzaket dhe mëkatet e strukturës posaçme dhe drejtësisë e kanë investuar aty në këtë mbështetje. Tani ata shkojnë një betejë, një luftë të hapur të mazhorancës, të kryeministrit me SPAK. Kjo është ashiqare. Dhe qëndrimet pra nga kërkesat mediatike më shumë të quhet Bashkimi Evropian dhe ambasadës së bashkë, janë përshtasim pavarësinë e gjyqësorit. Nga kush cënohet pavarësia e gjyqësorit? Nga politika? Natyrisht, nga pushteti. Konsiderohet ushtrim i ndikimit të paligjshëm. Presioni. Pra ka kodi një shteg aty për t'i kujtuar burrit apo gruas së pushtetit që përzihet në punët e drejtësisë. Që duke konsumuar elemente veprës penale edhe publikisht. Po thuaj që SPAK në moment mund ta marrë kryeministrin pa ndehur për pengjim të drejtësisë? Duke konsideruar veprimet dhe çështjet, ata mund të kenë të dhëna të tjera, se mund të ketë edhe korrier dhe postia që shkojnë atje në emër të tij, për të quar si rastësisht. Prokurori Qershës Balluku është kalosur, është bërë fakt publik tashpo, me telefonin e një ish ministri ku ka folur kryeministri.
Kjo është jo sekret. Çfarë quhet kjo? Kur kryeministri me telefonin një ish ministri dhe deputeti ushton presion mbi prokurorin e kësaj çështje, kjo është edhe kanosur edhe presion edhe ushtrim ndikimi. Dhe për këtë prokurori duhet të kishte regjistruar procedim penal në adresë të kryeministrit. Nuk ka gjë, se ne kemi dëgjoj shpesh, nuk hetohet kryeministri në detyrë për kur. Po nëse vërtet në detyrë apo në kushtet flagrancës pse që çojnë. Kur kryen veprën penale, çmoj se nuk duhet merr në konsiderat, është apo jo në detyrë. Ai më barabar para ligjit po, e shkeli zotëria le të hetohet. Ne themi është fajtor, por marrën hetim. Dhe sa shpjegime drejtësisë, prokurorisë dhe gjykatës, cila është ajo duhet na jap ne përgjigjet. Është fajsi, është princip penale, e ka shkelur apo jo. Prokuroria ka pretendim. Çan dhe provat e saj. Nëse ka, gjykata do thotë, ne jemi të bindur që kjo ka ndodhur. Nga shkelur ligj. Unë e zova diçka te ky reagimi i ambasadës amerikane, domethënë, po ka qenë më gjyqësorit, më ashpër, më qartë. Do ta trajtojmë tek çështja e dytë aty, sepse kemi mundësi që na lidhet mirë me çështjen e dytë me reagimet e Ramës mbas këtij vendimi tek ambasadë. Dhe ka diçka. Më fal Andi. Për te këtij deklarimi, ngaherë ne lexojmë edhe veprimet. Për shembull, ndihmës sekretari i shtetit Mark Fleming ka ardhur këtu dhe ka shkuar, ka qenë 17 nëntor. Data e vajtjes tij në SPAK. Me 10 dhjetor ka ardhur drejtori për Europën qendrore dhe lindore. Ka shkuar vetëm në strukturën e posaçme 10 dhjetor. Unë po të mbledh datat. Me 28 gusht e ngarkuar me punë. Nancy Van Horn ka shkuar në kryeministri 20 minuta. Narkoterrorizmi, njëron tjetër kalon ato hesapet e dosë saj kjo. Me 2 dhe 3 shtatorë Altin do marrë në SBA pikërisht për narkoterrorizëm. Me 7 dhe 14 shtatorë takimi që do marrë me prokurorët e Malit Zid dhe të Serbisë. Pra narkoterrorizëm. Sepse krimi këtu është rajonar dhe porosit janë të tilla. Kjo ka qenë, themi, bombardimi i partnerëve në mbështetje të strukturës, por edhe në kujtesë, siç është refreni i ambasadës amerikane, këtë luftë do ta bëjmë bashkë. Nuk na lënë dot vetëm për 2 arsye, se bëjmë dot dhe po kundër narkotrafikut të Çollaku dhe atyre që janë të lidhur me to. Kujtojmë lidhjen me to, luftar hyrëse, familje e sankcionuar nga Shteti i Bashkuar të Amerikës. Pra, kreu i kësaj familje, që i lidhur me Sinaloa sipas akuzës zyrtare tashmë edhe Departamenti i Shtetit, ka shkuar në zyrën e kryeministit. Dhe nuk cili version është? Ky që tha kryeministi pyetur për kazino, apo që tha luftari ishte do të bënte libër një fotograf nga Londra, më duket. Ja, që tha, këtë tha Rama, atë tha luftari. Rama tha për kazinon, luftari tha për librin. Luftari kishte një mik fotograf britanik. Pa ishte më i sinqert Rama. Okej, vetëm se prandaj s'më bëri. Ishte më i sinqert Rama por kazino. Akuza që vjen nga Meksika është për kish pasnjë para në kazino. Po mirë, po këtu rasti, domethënë ambasada u pyet për çështjen Balluku, orientimin e kishte. Duket sikur bëni ç'të doni me çështjen Balluku, sepse jo, nuk është ashtu. Domethënë, a mund ta lexojmë kështu është pyetja? Apo nuk e lexojmë dot kështu? Për sa kohë ata mbështesin drejtsinë dhe thonë që është e pavarur, janë duke i dhënë besim asaj në kërkesat e tyre. Okej. Unë lexoj në këtë kontekst më fjalë që drejtësia ka bërë çka, lejojeni sepse me lejimin e heqjes imunitetit dhe arrestit, unë jam i bindur që do shkojmë drejt këtij veprimi, atë duhet gjykata që do ta vlerësojë, nëse provat e prokurorisë janë bindse për të marrë këtë mas ndaj individit Balluku. Okej, faleminderit Çollaku. Pyetja e fundit për të mbyllur këtë çështje për të kaluar tek tjetra, si e lexoni interpretimin e ambasadës amerikane lidhur me këtë çështje? Ambasada amerikane për mendimin tim veprimet i bën të kandalta, por në fund fare duhet të mbizotrojë interesi i saj për Ballkanin Perëndimor, sepse Ballkani Perëndimor është rrugë dalja dhe rrugë hyrja për interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Secili mund ta interpretojë sipas interesit të rrugë dalja dhe rrugë hyrja. Por ajo që unë dua të them është që nuk nevojitet vetëm interpretimi nga ambasada amerikane, po nevojitet për mendimin tim edhe interpretimi të 2 ambasadave serioze të cilat kanë pothuajse drejtimin e Bashkimit Evropian. Është ambasada gjermane dhe ambasada franceze. Në rast se ne nuk shikojmë edhe nuk skanojmë edhe ambasadën gjermane, edhe ambasadën franceze, nuk shikojmë edhe Amerikën. Sepse këto në BE mjafton një vend vendos veton, dhe gjëra nuk ndodhin. Nuk ndodh. Dhe ultimatumi i ardhur në Tiranë, pavarësisht ngërçit të komunikimit, është që nëse kjo çështje nuk shkon sipas
parimeve së drejtës edhe në Shqipëri, atëherë Shqipërisë i sanksionohen gjërat dhe shkon në vitin 96. Dhe këtu 4 vende të cilët kanë qenë këmbgulës është Gjermania, Austria, Hollanda dhe Belgjika. Kujtojmë të ishin 2 ministra këtu për dosjet super dosje që janë në Belgjik. Atje besoj përshkruajnë më shumë dosje shqiptarësh belgjik se sa në SPAK. Po. Kjo është një alarm evropian që është eksportuar nga ne. Ndaj them që ata janë të shqetësuar sepse krimi shqiptar ka shkuar tek ata. Se në sallatos ne Edi Rama me qeverinë nuk kanë kohë të merren. Nga e qartë. Faleminderit Duhet bashkëveprim. Amerika dhe këto 2 ambasadat kryesore që përfaqëson interesat e Bashkimit Evropian. Po këtu kemi ambasadë tipike të Bashkimit Evropian. Kështu që jo, nuk thash ambasadë Bashkimit Evropian. Ai është përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian. Delegacionit, një sekond. Është drejtuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian. Nuk është normalisht ambasador, ne i themi ambasador. Ne i themi ambasador. Ai është drejtuesi i delegacionit. Ai është një punonjës. Drejtuesi i delegacionit. Tani duhet kemi parasysh diçka. Un flas për ambasadat që marrin porositë nga qeveritë e tyre respektive. Që kanë lidhje për drejt me qeveritë. Atë, jo ky që bën show diskriminuese apo jo diskriminuese. Në Gjerman ardha Chris Baun, ardha e ministrit të punëve për Evropën gjerman, Chris Baun në Tiranë, takimin e tij me kryeministrin e vendit, porosia ka qenë e drejtë për drejtë dhe e qartë. Dorëzoi imunitetin e Ballukut dhe mos ushtroi presion ndaj SPAK-ut. Okej, mirë. Kjo çështje që trajtojmë në pjesën e dytë, të lutem. Ky është ai profesori i qeverisë që e tha me drejtë thot avokati për ambasadorin. Atëherë, them lajmin e fundit e tha.